Përshëndetje të nderuar kudo që jeni, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Esselamu alaikum. Nëna apo baba? Nëna, pa dyshim. Pse? Po nëna të bart 9 muaj në barkun e saj, i duron dhe i merr në sy të gjitha sakrificat që një shtatzani 9 muajshe i ka më vete. Dikush e kalon mirë, disa nëna e kalojnë keq, disa mundohen shumë, e sakrificat askush përveç tyre nuk i bart dhe nuk i ndjen. Nëna të lind ka lindje të lehta, por ka lindje të rënda. Nëna të jep gjinj. Nëna nuk bën, nuk fle gjumë natën nëse fëmia i saj qan, është i sëmur, ose ka nevojë për nënën e tij apo të saj. Nëna ka një natyrë tjetër fare nga baba, apo nga babai, nga jati. Nëna është me një natyrë të butë. Zoti i madhnueshëm nënat i ka falë me natyrë të butë, kurse baballarët janë paksa më të ngurtë, më të ashpër. Nëna përveç saj duron shumë. Nëna hjek shumë. Nëna nëse e shikon jetën e saj, ajo është gjithnjë pranë familjes. Ajo është gjithnjë pranë fëmijëve të saj. Nuk i dhimbset jeta sa i dhimbset fëmia. Nëna është personi i cili me do e mos duhet të shikohet, të konsiderohet dhe të respektohet si shtylla e veçantë e familjes. Por nëna, para se të bëhej nënë, ka qenë vajzë. Edhe vajzat, qofshin të vogla kur janë, qofshin pak më të rritura, e kanë natyrën disi më të butë se djemt, se djali. Kush ka vajza dhe djem fëmijë, e di shumë mirë këtë. Vajza për fat keq anashkalohet, kurse djali merret në mbrojtje, edhe nga nëna, edhe nga baba. Vajza përbuzet, kurse djalin edhe nëna, edhe babai e lavdërojnë. Kur nëna lind vajzë, nuk ndjehet aq mirë, e babai të merohet. Kurse kur nëna lind djalë, babai krenohet, edhe feston shumë. Këto dukuri nuk janë as pak të mira. Nuk më pëlqen kur shoh edhe nëna, të cilat që në prehërët e tyre, fëmijët djem, i mësojnë që ata të jenë të lavdëruar, që ata të jenë çapkën. Kjo nuk është mirë, sepse kur një ditë ai djalë do të rritet, do ta ndjej veten superior ndaj motrës së tij. E kjo nuk është as pak e hishme, është e papranueshme dhe te Allahu, wallahi, ju që jeni besimtar,
e dini këte, e nëse e dini dhe përkundrazi, edhe pse jeni besimtar, qofshi nëna, qofshi etër, babalar, në qofë se anoni ka djali më shumë, e anashkaloni bijen, fëmijën, vajz, te Allahu, ta dini se nuk jeni të mirë pranor. Nëse keni mendim kështu, ndryshojeni ju lutem. Edhe duke qenë se vajzat, në të shumtën e rasteve, jemi të gjithë dëshmitar, se ata, për çdo rast dhe për çdo nevojë, prindërve të tyre ju qëndrojnë më afër se sa djemt. Ata, vajzat, kujdesen për prindërit më shumë se sa që kujdesen djemt, dhe janë shumë më të dhimbshme ndaj prindërve të tyre se sa që janë djemt. Kur e them këte, gjithnjë e kam parasysh shumicën e rasteve, sepse unë jam i vetëdijshëm se ka edhe raste të veçanta, edhe ka përjashtime, por kur flasë në këtë mënyrë, i kam parasysh shumicën e rasteve. Prandaj, let mos më kap dikush nga ju për fjalësh. E të dal, e të shkruaj, e të komentoj, e të thot, ka djem kështu, ka vajza kështu, gjithë kjo është e qartë. Edhe unë si ju, njësoj, e kam të qartë. Por nëse e shikoni pak me një sy, pak më të mprehtë, në familjet e juaja, në rrethet e juaja, në mjediset ku jetoni, ju do e vëreni dhe do e konstatoni se në të shumtën e rasteve janë vajzat ata, janë nënat ata, po në këtë rast vajzat, të cilat për prindërit e tyre kujdesen shumë më shumë, e kanë gajle dhe breng prindin shumë më shumë se që e ka djali. Dhe më në fund, përkundrazi, vajzat mbeten duar thatë, e gjithë pasuria, i gjithë kapitali, e gjithë toka dhe i gjithë mali, e gjithë shtëpia, i ngelin në trashëgimi vetëm djalit. Sa të drejtë jemi ju lutem, ma thoni ju këte. Abonohonu në kanalin tim. Dhe nëse më shkruani në koment, nëse komentoni, jeni gjithë një të mirë së ardhur, por nuk pajtohen me ndonjërin nga ju nëse shkruan me ofendim, me nënshmim, me nënvlerësim, me sharje. Jo, sepse komentimet janë të vullnetshme, janë vullnetare. Ti nuk je as i detyruar e as e detyruar që të shkruash, që të komentosh. Por nëse e vendos që të komentosh rreth videos të cilën unë e bëj, dhe rreth përmbajtjes të materialit të cilin e diskutoj, atëherë komento vetëm me dinjitet të lutem, sepse është një thënie e profetit të Allahut, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi te, i cili ka thënë: asnjëri nga ju nuk ka besuar nëse për vëllaun, për motrën e tij, nuk e dëshiron atë të cilën ai e dëshiron për vetveten e tij. Me fjalë tjera, nuk janë vëllezër dhe motra në kontekstin në të cilin profeti i Allahut e ka përdor kur u a drejtuar shokëve të tij dhe u ka thënë: nuk keni besuar nëse për vllaun tuaj nuk e mendoni
të njëjtën gjë për të cilën do të kishit dëshirë edhe ju që të tjerët të bëjnë për ju. Por vëllezër, në këtë rast mund të konsiderohet edhe i gjithë njerëzimi. Pra, të jemi të drejtë, të jemi të sinqert me njëri tjetrin, të jemi korrekt, fair. Ndaj komentet me sharje, me ofendime, me pseudonime, e ka shkruajt aty pseudonimin, emrin Luan CCCC, ose 455 i treti ose trio Red Bull Për mua, a e dini sa e kuptueshme është kjo? Sepse unë e di me 150 milion % se pas këtyre personave që ndrojnë njerëz të cilët i kanë nga 3 e 4 akonte në Facebook, në Instagram, në YouTube, e gjithandej, që të mund me njërin të paraqiten me emrin të cilin e kanë konkretisht, ashtu si quhen dhe si thirren, dhe me tjerat llogari në rrjete sociale me ka 2-3 tjera me emra pseudonim, që të mund të shajnë, që të mund gruaja, familja mos të zbuloj buri me sa gra shkruan dhe komenton, e këto, ta dini, nuk janë të pranueshme. Unë nuk i pranoj këto gjëra, dhe komentet e juaja që janë me pseudonime dhe që janë me përmbajtje ofenduese, do t'i shlyej me njëherë. Ta dini këte, mos më komentoni as pak. Unë emrin e kam Hidajet Fetahi dhe hyn në profilin tim dhe shikon mua në Facebook kush jam, nga vij, çfarë përgatitje profesionale kam kryer unë për jetën time dhe çka unë posedoj në atë bagazhin ose me bagazhin tim intelektual dhe njerëzor. E pastaj hyn dhe komento. Atëherë urdhëro, por ti duhet të komentosh mbi baza të njerëzishme, mbi baza morale, etike dhe konstruktive. Edhe po të më kritikosh ti mua, urdhëro, kritikom, por me kritik konstruktive, e cila çka do të ndikoj që unë të jem, të përmisohem dhe kualitetet e videove të mia në të ardhmen të jenë konform çka asaj që ai i cili më ndjek, më përcjell, dhe ajo e cila më përcjell dhe më ndjek dhe dëshiron të më dëgjoj e të më shoh dhe i pëlqejnë materialet e mia, që unë t'i ndryshoj për të mirë, që kualiteti i videove të mia të ngritet mbi baza të asaj që unë i kam marrë si sugjerime, por jo sharje dhe ofendime. U përshëndes dhe u dëshiroj gjithat mirat deri në videot e ardhshme, me shumë selam dhe shumë shëndet për gjithë ju, kudo që jeni.